Si nisi karriera jote kështu, si u zhvillu, si filloi? Sebepi kryesor Suna Vlaçko është Sami Ademi. Po, legjenda. Axha im po. Kam qenë shkollë të mesme faktikisht në vit 4. Kam mësu për teknik dhëmbësh, domethënë në mjeksi dhe pas ne kam bërë një transfer kështu krejt të çuditshëm, por çdo herë kam qenë një person I cili shumë e ka përcjell sportin, veçanërisht futbollin. Në mahall jam njoft dhe në shkollë, si I pari që ka lexuar çdo mëngjes, nëse të kujtohet gazeta Makedonski Sport. Po. Domethënë, si në shkollë fillore, si në shkollë të mesme, orën e parë Mustafa e ka pas thujse të lirë mos themi, duke lexuar çka ka pas po Makedonski Sportin, se përpara nuk kemi pas mobile, nuk kemi pas interneta. Dhe çdo herë kam qenë një njeri I cili ka përcjell me të vërtetë shumë futbollin dhe kam dash pak a shumë ndoshta edhe gazetarin, pasi edhe kam luajt futboll, po nuk arrita të bëhem futbollist. Dhe duke ndajtë në mahall, në lagje me disa shok, Axha im Samiu më pyeti çfarë do të vazhdoj studime kur ta kryj vitin e 4, po unë e kisha vetëm në plan të regjistroj gazetarin. Ishte e premte nëse nuk gaboj, viti 2002, të hanën, erdhën në shtëpi dhe I tha babit tim dhe më tha mu, le të vjen tafa prej nesër, do të fillonte na si honorar ne që I themi faktikisht si stashme, po si prova teste. Dhe deshti Zoti prej asaj dite tash e thujse 23 vjet të mire me gazetari dhe të jam gazetar në televizionin shtetëror në MTV2. Në fillim, si ishte fillimi? Domethënë kam qenë edhe në shkollë faktikisht, unë edhe viti 4 në shkollë kam mësu dhe nuk është që kam mund shumë të shkoj në televizion, por atëherë ato koha kanë qenë shumë më ndryshe se sa tash. Shkojsha rregullisht për vikende, më shumë me shtunë e diell dhe atëherë kemi pas hapësirën e televizionit vetëm 2 orë gjysmë në ditë. Faktikisht kemi pas nga 1 deri në 2 informacione maksimalisht të sportit të brenda ditës, dhe unë më shumë I shifsha si I bënin kolegët lajmet e sportit, që për atëherë kanë qenë domethënë Axha Samiu që përmenda, Denisi dhe Artani kolegë që hala vazhdojnë po me ta, më shumë I shifsha si ata po I bojnë lajmet e sportit, se sa unë që kisha ndonjë angazhim, do nëse veç më pata nënshkrujt kontratë dhe faktikisht isha në marrëdhënie pune me televizionin e masni kur fillova më studimet e gazetarisë dhe përkushtimi ishte shumë më I madh. Dallon shumë domethënë gazetaria asaj dite dhe gazetaria e kësaj dite ka dallim shumë, sikur dita me natën, domethënë është diçka e pabesueshme se sa shumë është transformuar gjithçka. Jo vetëm gazetarin, përgjithësi në botën këto 20-25 vite dhe padyshim edhe në punën e gazetarisë, sidomos te ne. Për shembull internet thujse s'kemi pas hiç. Kemi pas aty disa vende ku na vinin informacione kryesisht politike dhe ditës, dhe ku shkonim ne I merrnim letrat për të pa çka ka dhe më pas tentonim të bënim lajme ndërkombëtare kryesisht kemi bën ne të sportit edhe të vendit, por çdo herë duke përcjell, ndërsa tash dhe në ditë sodit është shumë më ndryshe, gazetaria e bën çdo kush thjesht dhe e bën çdo kush I ulur, mos them edhe I shtrir në shtëpi. Po valla. E më intereson ta vot ndeshja e parë që e ki komentu, si ka qenë ai moment, a ki pas trem, kuptohet. Ndeshja parë ishte lehtë, jo as pak, jo kur qysh. Ndeshja parë tash nuk më kujtohet direkt, po më kujtohet ka qenë kampionati evropian 2004, që është mbajtur në Portugali, Greqia, nëse të kujtohet kush pall kampion I Evropës, unë I kam pas vetëm 20 vjet. Do të thonë edhe tash po edhe atëherë s'kam dashur as pak unë me hyn komentim, se një 20 vjeçarit thjesht nuk është që I ka dhe shumë hije të bëj komentim të ndeshjeve dhe veçanërisht të ndeshjet kampionatit evropian, po ishte ashtu kohë që nuk ishte faktikisht shumë edhe kush t'i bëj komentimet e ndeshjeve dhe deshta apo jo, unë u vendos që edhe unë të jem prej komentatorëve, ndonëse them edhe një herë edhe tash e them, as se si nuk kisha pranuar edhe tash nuk kisha dash për shembull një 20 vjeçar mu të transmeton një ndeshje futbolli, se nuk mund të ketë përvojën e nevojshme as 10% ndoshta të asaj që mund ta kem unë ose dikush që është I moshës time. Nuk është që e mbaj mend direkt ndeshjen e parë, por e mbaj mend që atë kampionat evropian kam vujt shumë faktikisht, shkaku I asaj që ka qenë me të vërtetë shumë e vështirë, por e them unë për mua që ka qenë ndoshta fat në fatkeqësi që atë nuk ka pas rrjete sociale dhe nuk është që ndregjistruar shumë gabim. Më pyesin shpesh shokët dhe më thotë ose dikush kur flas, a kishe pas qef me dëgju vetën, nuk kisha pas qef hiç me dëgju vetën se çka kanë komentuar dhe çka kanë fol në ato ndeshje, me të vërtetë se do ta kisha notu vetën shumë keq. Jam I sigurt që ka qenë shumë keq, por me kalimin e kohës masni kuptohet, e kemi bë përvojën tonë dhe padyshim tashmë kemi ardhur diçka që faktikisht është shumë më ndryshe se sa që ka qenë para plot 20-21 vitesh tashmë. Po. Jo, tash shikohet. Unë jo pse je këto mysafir, po me koreshot që ti e komentues,
Knaq, na vota. Është një kënaqësi edhe për mua, unë faktikisht e përjetoj çdo ndeshje, sidomos kur ka ndeshje të futbollit vendit ton, do nëse kemi na fatkeqësinë se punojmë televizion shtetëror dhe nuk punojmë në ato televizionet komerciale ku bëhen komentime për çdo ditë. Unë kam qef realisht jam një komentator i cili jam për çdo ditë në mikrofon dhe për çdo ditë komentoj nga një ndeshje. Nëse na kemi fatin apo fatkeqësinë të komentojmë shumë më rrallë, sidomos tashmë nuk kemi drejta televizive as ligës kampionave, as kampionatit ton dhe faktikisht nga kjo që shoh tash dhe shohim tash duhet presim ndoshta deri vitin e ardhshëm kur të vjen kampionati botëror. Dhe ajo është e vështirë tani për mua si komentator, por edhe për gjithë neve, se ti ka 2 vjet nuk e bën një punë thujse dhe për një herë futesh me një projekt që të përcjell thjesht çdo kush në vendin ton, se është kampionat botëror dhe thjesht nuk ka njeri që nuk e dëgjon. Kështu që kam qef, do të kisha pas qef kem mundësi të komentoj çdo ditë thujse nga një ndeshje, ndoshta edhe nga 2, por për momentin jemi vetëm kështu, mundohemi t'ja bëjmë hizmetin që themi ne kështu në fjalorin ton dhe shpresoj të na ketë dhënë Zoti bereqet dhe shkakuja dhe asaj të jemi faktikisht prej komentatorëve cilët ti apo kush do të qoftë dëshiron të na dëgjoj.